Bashkëshorti im ka rënë në dashuri me një femër tjetër dhe ajo ka rënë në dashuri me bashkëshortin tim. Po normalisht, po patra ky ka radha ajo. Unë vazhdoj të bëj shumë dua që Allahu të na i bashkojë sërish zemrat. A mos po bëjmë mëkat unë që kërkoj të ndahen ata të dy? Kjo quhet pyetje budallaqe në kuptimin pozitiv të fjalës. Për çfarë doa të bësh ti për shembull? Bësh doa Zot e merr burrin atë grun tjetër. Në i bë burri dy, po ashtu do thoshte Zot, largoje burrin nga harami. O Zot, largoje burrin nga kjo. Çfarë them? Si quhet kjo? Momentalisht ato e gruaja vazhdon të jetojë me bashkëshortin e saj dhe ne jetojmë bashk, por veç e veç. Unë ndërkohë kam filluar të fal shumë namaz natë dhe bëj shumë dua. E shoh vazhdimisht që flet me të në darkë, ndërkohë që unë bëj dua. Jam shumë konfuze dhe njëkohësisht në merak se mos po bëj mëkat duke kërkuar që këta të ndahen. Ata janë në immoralitet. Njeriu do të jetë i mirë, po jo kaq i mirë, se kështu quhesh naive. Kështu kalon në naivitet. Mos po bëj mëkat thot. Po ai çfarë po bën? Po bën sevap ai. E Zoti më, alhamdulillah.